Zoti Softa, edhe pse kanë kaluar disa ditë nga ngjarja në Tepelen ku mbeti i vrarë biznesmeni italian, duket se mediat italiane kanë ngritur disa pikpyetje rreth hetimeve që po zhvillohen në Shqipëri. E sidomos po themi varrosja e të ndjerit pa një ekspertizë të mirëfillt. A mund na thoni pak se çfarë realisht mund të ketë ndodhur në atë ngjarje dhe a ka vend që të ngrihen pikpyetje mbi atë ngjarje? Për ngjarjen ka shumë diskutime dhe shumë pikpyetje dhe shumë këndvështrime për mënyrën si ndodhi, motivet dhe si është raporti mjeko-ligjor, ekspertiza e të ndjerit. Së pari u thanë që kishte ka pasur 3 variante, 3 mënyra deklarimi ose 3 thënie. E para ishte që një person i kishte zënë rrugën, pra ndryshmin e parë, personat që ishin bashkë me viktimën, thanë që një person i ngriti dorën dhe më pas qelloi. Pastaj ishte që personat kanë shkëmbyer drita të gjata me një automjet që vinte përballë tyre, dhe ai personi ka qelluar dhe rikosheti ka goditur në këmbë italianin dhe si rrethoi e plagës së marë, por e shkak të hemorragjisë ka humbur jetën. Dhe e treta, që ata kanë kërkuar ndihmë babait tyre, i cili ka marrë me vete italianin dhe kanë vajtur atje. Dhe kanë ndjekur makinën derisa kanë mbaruar karburanti etj etj. Pra ka disa gjëra të cilat duhet të sqarohen. E para, pse një person i armatosur duhet shkonte në një kohë në atë vend duke shkëmbyer automjetet, pavarësisht se me drita të gjata apo me drita të shkurtra. Dhe si ndodhi shkëmbimi i zjarrit? Ka pas shkëmbim zjarri apo ka pasur zjarr në një drejtim të caktuar ndaj automjeteve? Cili automjet ka qenë i pari? I italianit, bashkë me një tjetër apo vetëm, dhe i personave të tjerë. Dhe pse pikërisht arma që qelloi goditi italianin? U tha që ka pas rikoshet. Rruga ishte asfaltuar. A mund bëj rikoshet në asfalt? Sepse rikosheti shkon kur rruga është e ashpër, kur rruga është e fortë, kur rruga ka gur, në një farë mënyrë e ul forcën goditëse dhe mundësinë për të bërë rikoshet në kushtet asfaltit, gjë që sigurisht duhet të bëhet. Edhe kjo një ekspertizë, nëse ka pas rikoshet dhe plumbi ka ardhur nga rikosheti apo jo. Plumbi i ka qelluar është plumb luftarak apo është plumb që është i armëve të gjaut. Dhe nëse është i armëve të gjaut, është me gëzhojë metalike apo është me gëzhojë plastike me rreth metalik. Pra janë disa element të cilët duhet të jenë pjesë e ekspertizës. E treta, çfarë pistash ka? Duhet ngrihen disa pista sipas mendimit tim. Ku mund të kemi brenda konflikt financiar, mund të kemi situatë që është e kamufluar nëse kanë interesa, apo gjobvënie, apo banalitet, që mund të jetë dhe mund mos përjashtohet, qoftë një situatë banale që mund të vijë për ato motive të cilët më shumë po qarkullojnë dhe më shumë po mbahet linja zyrtare. Por ajo çfarë duhet të plotësohet nga grupet timor është zbërthimi i telefonave. Qoftë viktimës, nëse telefoni është, duhet bërë ekspertiza, kontrolli, zbërthimi i telefonit, qoftë të personave të dyshuar, të autorit dyshuar, por dhe të personave të cilët ishin prezent. Nëse midis autorit të dyshuar dhe personave të palës shqiptare ka pasur komunikime, ka njohje, ka lidhje, a mund të kemi një moment që mund të kemi konflikt që mund të jetë dhe zona, nëse kanë vajtur vërtet për gjuhë e tij, që ka qenë influencën atij personit të dyshuar, pra ka shumë pista të cilat mendoj që duhet i shkohet me vlerësimin maksimal, duke anashkaluar dhe duke u përqendruar aty ku provat shkencore, ekspertiza na e bën më të besuar pistën. Thanë që kanë gjetur gëzhoja, sepse është qelluar. Gëzhojat nuk janë gjetur, janë kthyer përsëri jetuesit për të gjetur gëzhojat, por nuk ka pasur gëzhoja, ose nuk janë gjetur gëzhojat. Atëherë, kush i fsheu gëzhojat? Kush i mori gëzhojat? Gëzhojat personi që qelloi ka qenë aq i qetë sa të ketë dhe konfliktin, qelloi dhe me armë, të jeti kujdesur në kushtet e errësirës, kushtet e një konflikti, gjetë gëzhojat e t'i marr, përbën pak dyshim.
Dhe pyet e shtrohet kush i mori gëzhojat. Pastaj italiani u plagos. Pati një plag, a nuk mund t'i jepi ndihma e parë? Të paktën për të mos pasur hemoragji, deri në ardhin ambulancët dhe ndihmës parë që duhet vinte, që mund t'i shpëtonte jetën atij. Dhe plaga duhet parë, çfarë plagë është? Është plagë e hapur nga një armë zjarri, është një plagë e hapur nga një armë gjahu, me barot, me vjaska, çfarë lloj arme ka qenë, dhe për aq kohë sa nuk kemi autorin e dyshuar, nuk kemi dhe armën, shumë e vështirë që të nxjerrim një konkluzion. Nëse është gjetur makina, nëse në ato stan kanë vajtur dhe kanë gjetur elemente të tjerë, besoj se nuk përbën lajm nëse ishin fara kanabisi apo kishte armë gjahu, apo personi ka pas gurore, se sa është problemi, ç'lidhje ka ai personi me ngjarjen, sa banale pas ka qenë, dhe ka interesa të tjera, të cilët mund të jenë kamufluar dhe mund të jenë brenda kësaj gjës. Pra, të gjitha këto janë analizë, nuk janë as akuzë dhe as pista, por janë analizë që grupi hetimor mendoj që ka qenë në vendin e ngjarjes, ka më shumë dhëna, mendoj që duhet i kthyer dhe mendoj për ngjarje të tillë që kemi të bëjmë dhe me një shtetës italian. Nuk e di nëse do jetë kërkuar nga familja apo jo, sepse ambasada italiane në shtetën italian duhet njoftojë familjen, meqenëse është njoftuar nga policia e qarkur, por mund të kërkohet ose mund të kërkohet qoftë edhe për ta zhverrosur, për t'i bërë përsëri një ekspertizë, nëse dyshimet janë, meqenëse mediat italiane flasin kaq shumë për një dyshim për mënyrën se si ai person është eliminuar, ka dhe aludime sipas mediave që mund të jetë përdorur dhunë fizike deri në eliminim të tij. Këto janë gjëra të cilat mos ngelen enigma, atëherë një grup hetimor italian mund t'i bashkangjitet kolegëve shqiptar dhe së bashku mund t'i rishqyrtojnë dhe mund t'i rihapin dhe mund t'i ribëjnë të gjitha këshyret, analizat, trajtimin e pistave. Dhe nëse është nevoja për të bërë një ekspertizë mjekoligjore të dytë, për të bërë një autopsi, patjetër mund të kërkohet dhe autorizimi i familjes për të ndodhur dhe kjo gjë. Zoti Softa, sa e vështirë është zbardhja e kësaj ngjarje parë edhe nga dinamikat dhe nga gjithë të dhëna që kemi deri tani? Edhe e vështirë, po edhe jo e vështirë. Sepse në vendin e ngjarjes kemi 3 persona, të cilët deri diku janë miqtë e tij, por mund të jetë dhe konflikt interesi. Sepse brenda flitet për interesa ekonomike, të cilët nuk mund të aludoj, por nuk mund të mos jem profesionist dhe të them që shiko, pse të mos shikohet dhe kjo mundësi, atë që thash që të kontrollohen tabulatet, etj, që kjo enigmë mos jetë e gjatë, mos iki bashkë me personin, por të jetë pjesë e drejtësisë, pjesë e strukturave të shtetit, të cilat duhet mbajnë përgjegjësi për çdo ngjarje që ka ndodhur. Pra nuk mund t'i varrosim ngjarjet, por duhet të zbardhen ngjarjet, sepse kjo ngjarje do të ndjek për një kohë të gjatë këtë lloj enigme. Kemi pasur një rast tjetër, por krejt ndryshe, po prap të ngjashëm, me Costa Trebickën, kur shqiptar amerikani Costa Trebicka vajti për gjah, në atë kohë ai u merrte dhe fliste për një lloj problemi lidhur me Gërdecin, ku bënte analizën e asaj kompanie që u merrte me çështjen e Gërdecit, dhe mbas këtij tensioni ku ai fliste hapur nëpër media, ai e vritet ose vetë vritet në një aspekt në gjuhën e tij. Ndërkohë që ajo pati enigmat e veta, ku thonin që si është e mundur që me armën e gjallë të vritesh. Pra nuk është pistolet, është e gjatë arma dhe kthimi i saj drejt trupit në pozicion i radhë, si i radhë, ajo pati enigmat e saj. Urojnë mos ketë fatin e një ngjarjes me Costa Trebickën, po të jetë një ngjarje meqense këtu ka një interesim. Nëse në rastin e parë nuk ishin Shtetet Bashkuara që u interesuan për një shtetës, po këtu kemi një interesim të paktën të mediave italiane, të cilët mund të ndikojnë nëpërmjet presionit mediatik që kjo ngjarje të kërkojë të rishikohet, të rihetohet dhe të kemi një konkluzion ose një hetim të përbashkët. Si ka mundësi që edhe, po themi, ortakët e italianit në biznes, por edhe ai personi i cili dyshohet se ka kryer krimin, ndodhen edhe në një zonë dhe thuhet që nuk njihen me njëri tjetrin. Nuk njihen me njëri tjetrin. Nuk njihen. Këtë pra thash, nëse ka njohje apo jo, këtë nuk e vërtetojnë dot. Sepse duhet e para një dëshmi e tyre për të thënë po kemi njohje, gjë që nuk ndodh. Dhe e dyta duhet të vërtetohet në mënyrë shkencore, ku shkencërisht mund të vijë ose kur ka dëshmitar, të cilët i njohin palët dhe japin prova, ose kur
shikohen tabulatet e telefonit, antenat, për një kohë të gjatë, nëse midis palëve ka pasur apo jo komunikime, në vend qëndrimit të përbashkëta e tjera. Pra këto mund të jenë një dritare më shumë drejt asaj pyetje që ju bët për të marrë një përgjigje. Zoti Softa, faleminderit. Faleminderit.